5 ushqimet që dëmtojnë trurin dhe pse. 1. Sheqeri i përpunuar. Sheqeri i tepërt shkakton inflamacion në tru, dëmton kujtesën dhe aftësinë për të mësuar. Mund të çojë edhe në depresion dhe luhatje të humorit. 2. Ushqimet e skuqura, fast food. Përmbajnë yndyrna të dëmshme dhe kimikate që dëmtojnë qelizat nervore. Ndikojnë negativisht në prodhimin e dopaminës dhe shkaktojnë rënje të funksioneve kognitive. 3. Alkooli. Konsumimi i vazhdueshëm dëmton zonën e trurit që kontrollon kujtesën dhe të nxënin. Alkooli ndryshon balancën e neurotransmetuesve dhe mund të shkaktojë humbje mendore afatgjallë. 4. Karbohidratet e rafinuara, buka e bardhë, orizi i bardhë. Rrisin menjëherë sheqerin në gjak dhe ndikojnë në përqendrim. Lidhen me rrezikun për zhvillimin e rezistencës ndaj insulinës në tru dhe sëmundjen Alzheimer. 5. Nitratet dhe nitritet në sallam, suxhuk, mish të konservuar. Këto kimikate ndikojnë në mikrobiomën e zorëve dhe lidhen me çrregullime neurologjike. Ndryshojnë kimikën e trurit dhe mund të përkeqësojnë gjendjen mendore me kalimin e kohës.